për të gjeneruar smartphone-in e ri duhej të kalonin 300 ditë dhe nga një Apple në një Apple tjetër duhej pritur shtatori tjetër. Teknologjia sot po shkon në pikën që çfarë është e re në fillim të javës bëhet e vjetër në fund të javës. Çfarë është një shpikje në fillim të javës nuk është më një përjashtim në fund të javës. Dhe në kushtet kur kjo ndodh, për vendet në zhvillim si Shqipëria, ky është një bekim shumë i madh. Nëse ne do të ishim në epokën e zhvillimit linear, do ta kishim shumë të vështirë që të parafituronim transformime dhe rritje që mund t'i parafiturojmë sot si një mundësi reale zhvillimi. Sepse nëse në zhvillimin linear prodhoheshin makinat e shtypshkrimit, të cilat fillimisht i merrnin ata që ishin më të pasur, flas shtetet. Pastaj shkonin të ata që ishin më të varfër dhe kur të ata që ishin më të varfër vinte ajo gjenerat e prodhimit, tek ata që ishin më të pasur, kishte ardhur në kohë gjenerata tjetër e prodhimit, me teknologjinë nuk ka më një diferencë të tillë. Me teknologjinë nuk ka më pikë rëndësie se çfarë statusi social ke, edhe jo vetëm se ku ndodhesh gjeografikisht, por edhe se çfarë mjetesh financiare ke. Nëse ke talentin dhe këmbguljen e pastaj edhe shkëndijën e një ideje që bën diferencën, je aty për të bërë sukses. Natyrisht, pjesa ku hyn nevoja për të pasur dikë pranë, edhe në këtë rast është qeveria shqiptare, është pjesa e atij financimit fillestar për të zhvilluar hapat e para të idesë. Dhe këtu ne kemi nxjerrë një mësim nga kjo rritje e shpejtë e numrit të aplikimeve, që do thotë që ne do të rrisim për të përgjigjur kësaj shpejtësie dhe volumin e financimit. Pra, duke bërë faktikisht një parashikim të bazuar tek 2 vitet e para, në 2024 ishin 422 aplikant, në 2025 ishin 536, ne parashikuam edhe një fond që të rritej po kështu. Mirë po duke u gjendur përballë 1219 aplikantëve, ne do të duhet që t'i japim një mesazh dhe përfitoj nga rasti ta them këtë sot, të gjithë atyre që kanë aplikuar që ne nuk do të kufizohemi tek ai numri i fituesve të parashikuar sipas shifrave të 2 vitet të kaluara, por do të bëjmë një ekstra financim në javët që vijnë dhe do të financojmë edhe aplikues të tjerë mbi atë shifër, duke u munduar që të arrisim financimin po ashtu po aq sa që është rritur dhe numri në proporcion, natyrisht me kushtin që të ketë aplikime të konsideruara nga
Komisioni Përzgjedhës si aplikime me potencialin për tu mbështetur financiarisht dhe për tu zhvilluar më tutje. Në ndërkohë, këtu në Elbasan kemi 27 shkolla që kanë tani më laboratorët inteligjent, ku që në hapat e para fëmijët fillojnë hynë në botën e kodimit. Dhe këtu në Elbasan kemi dhe një personazh që nuk i merr kreditet e duhura për gjithë sa po flasim, që është Bora Muzhaqi, e cila për shumë kënd është një meme e famshme, por për mua dhe për rrugën e këtij programi është një protagoniste pa cilën ne nuk do kishim bërë shumë çka që bëm në hapat e parë. Dhe për këtë arsye dua që ta sjell këtu shembullin dhe kontributin e Borës, por njëkohësisht edhe ta nxjisë Borën që të përdori eksperiencën e krijuar nga puna në këtë fushë për të nxitur, inkurajuar, mësuar sa më shumë të rinj në qarkun e Elbasanit që të bëjnë aplikimet e duhura dhe njëkohësisht ju nxis dhe juve që ti qepeni Borës që t'ju ndihmoj për të kuptuar në rastet kur nuk ju funksionon aplikimi se si mund të bëni një aplikim fitues. Dhe në fund fare dua ta mbyll aty ku e filloi Ariani me ato që dy çunat që prezantuan aplikimin e tyre të suksesshëm e quajtën fillimi hidhur, sepse në herën e parë nuk arritën dot të fitojnë. Ndodh shpesh për shkak se përgjithsisht ne dhe sidomos burrat shqiptar